veten tënde, sepse unë ditë ju respektoj, kam ardhur për të respektuar çdo kënd që flet për kesin. Nuk kam absolutisht të dëgjoj mashtruese jetë që vjen dhe flet. Nuk prish familja. Unë nuk prish familja di se çfarë bën ti jashtë zemër. Unë nuk prish familja si absolutisht asnjë informacion për jetën tënde. Vllajin tim me këto gishta mos u drejto fare vllai tim. Absolutisht. Vllai jot do i drejtohet me gishta. Absolutisht fare. Me qenë pak i vërtet, shiko. Ne e dim që motra për vllan e djeg vatan, këtë e dim shumë bukur, dim gjithë. Është mëse normale. Tani, se kjo çupa, motra e kesit e mbron kesin me të mira me të këqija, është punë për te, punë përgjithësi për atë. Nuk kam dalë këtu tash të gjykoj atë. Ajo që gjykoj unë, ose që do t'jap një mendim. Që ma shpi Francesca, për kokën time. Kesin e kam për shembull me lojën që bën hal në sy. Duhet ta pranoj. S'pëlqen valla loja e tij dhe kaq. Por mungesa e profesionalizmit nga ana e Franceskës është ekstremisht e dukshme. Duket Francesca sikur është një fance e ndokujt aty në ata banorët e tjerë që është kundërshtar me Kesin, e Kesi ka pasur një debat edhe nuk ka se si të nxjerrë natin, po të flas atë që foli. Shiko, ti je opinionist, duhet përmbahesh në një situatë që ndodh aty brenda, pa eskaluar, okay, pa eskaluar, se duke ditur ndikimin e madh që ka ky lloj formati, duhet të jesh shumë të kujdesshëm. Tani, mënyra se si eskalon Francesca nuk është fare profesionale, është mungesë profesionalizmi. Tashti, se ka të drejtë apo s'ka të drejtë, kjo gjë është çështje tjetër për ta thënë, por në një mënyrë tjetër më të qetë pjesën e diskutimit. Tashti ne e kuptojmë, Kesin e kemi, unë për veten time nuk e duri dot në atë lloj që bën, por të qenurit opinionist Francesca për shembull, apo të pasurit të poltrona aty me një peshë të madhe të opiniones, nuk do të thotë që ajo tash të gjykojë çdo lloj rasti ose të bëjë gjyqtare aty të vendosë ajo se çfarë qysh tek. Jo më zemër, jo. Thjesht jep një mendim, se si do dhe ajo e shketa s'ka faj. Nuk ka faj për atë që bën vllai vet, se kujtëzoni kot familjarët. Familjarët i kujtëzoni kot, i fusnin stres kot. Dhe jam kundër kësaj gjë, jo vetëm për Kesin, po me çdo lloj familjari tjetër. Me çdo lloj familjari tjetër. Dhe baban e Selinës që e morë në telefon kot, u detyrua që volli gjithë atë gjë normale sepse ka vajzën e vet. Kjo çupat këtu që është këtu tash normale mbron atë. Po mundohuni që ti qetësoni dhe domethënë të losni një Big Brother paralel. Ai aty brenda shumë i egër sepse izolimi që janë ata e bën të egër akoma dhe më shumë. Ndërkohë ju që jeni duke parë çdo gjë 24 orë në 24 dhe duke parë komentet dhe duke parë reagimin e publikut, duhet të mundoheni që të qetësojnë familjarët. Dhe familjarët s'kam se duhet përzihen fare absolutisht. Fare, hiç. Se ç'a bëhet, nuk e di asnjëri si e kanë ata situatën aty brenda. Po sa i përket Franceskës në këtë lloj debati që pash, ma ka shpifur komplet. Nuk është se ndonjëherë jam impresionuar nga Francesca, me që realisht, me të them që më lago e hapur Francesca, nuk është se ashtu, po që gjithmonë, hajtë mos si 7-13, se me thënë drejtën e ndriti lojën e saj dhe të shi ngeli për tartë për dhe në opinion atyja. Hajde dhe t'ishtë një finalist, t'ishtë një farë finalist i fort për shumë, i fort, që ka ardhe në finali me forcat e tia, edhe hajtë se pranosh. Hajde ma hajde.